Shqiptaro-amerikani e rikthejnë flamurin gjigant në New York. Një ide e nisur nga një student shqiptaro-amerikan është bërë realitet. Një nismë që filloi vitin e kaluar, Alessio Belleri, student në College State Island, ka ndihmuar në rikthimin e një prej simboleve ikonike patriotike të New Yorkut në këtë katërkorrik. Një flamur gjigant do të valvitet sërish mbi urën në Varezano Narros në kuadër të festimeve të 205 vjetorit të Shteteve të Bashkuara. Belleri u frymëzua nga festimet e vitit 1976, kur një flamur gjigant u vendos mbi urë, por u dëmtua nga erët e forta, duke besuar se 205 vjetori meriton të njëjtin simbol. Ai nisi të kontaktonte zyrtar lokale dhe të kërkonte mbështetje për të rikthyer këtë traditë. Nisma e tij mori mbështetje dypartjake nga përfaqësuesit të New Yorkut, të cilët i kërkuan zyrtarisht Metropolitan Transportation Authority të realizonte projekte. Flamuri gjigant do të mirëpriste 10 anije historike që hyrën në portin e New Yorkut në kuadër të festimeve të 205 vjetorit, duke u bërë një nga atraksionet kryesore, por Marina Amerikane kreu një mënyrë tjetër kësaj here dhe nuk që e mundur vendosja e flamurit.